Turizmi shqiptar pritet të shënojë një rritje prej 5 deri në 10% të vizitorëve gjatë vitit 2026. Megjithse fillimi i vitit u kushtozua nga moti i pafavorshëm dhe problemet e mbartura strukturore. Sektori po përballet me një sfidë delikate pas sinjaleve të vitit të shkuar ku pavarësisht të rritjes së numrit të turistëve, u rejtua një rënje e shkërnzimeve të tyre, duke ngritur pikpyetje mbi cilësinë e ofertës aktuale. Një nga paqartësitë kryesore mbetet operimi i aeroportit të Vlorës, i cili ende nuk ka një datë të saktë certifikimi, duke vënë në rrezik kontratat e garancisë me agjencitë e huaja dhe fluturimet charter të rezervuara nga tregjet nordike dhe ato të Europës qendrore. Përveç pasigurisë në transportin ajror, zonat bregdetare si Golemi vijojnë të vuajnë nga mungesa e infrastrukturës bazë si furnizimi me ujë dhe energji, ndërsa detyrimi për instalimin e impianteve të trajtimit të ujrave të ndotura ka krijuar kostoshtesë dhe vështirësi teknike për sipërmarrjet. Ekspertët e industrisë vlerësojnë se menaxhimi i mbetjeve, ndotja e ujrave larës dhe transporti publik mbeten pengesat kryesore që mund të zbehin suksesin e këtij sezoni. Viti 2026 shihet si një pikë these ku adresimi i këtyre sfidave elementare do të përcaktojë nëse Shqipëria do të konsolidohet si destinacion cilësor apo do të përballet me një rënje të interesit nga turistët me kërkesa të larta.